Institucioni i prefektit të qarkut Korç në bashkëpunim me inspektoriatet dhe Bashkim Pogradec vijon kontrollet periodike në vijën liçenore të Pogradecit. Sipas prefektes Florina Zegullaj, qëllimi i këtyre kontrolleve është që të raportohen mbi situatën e deritanishme dhe të përmirësohen problematikat që mund të hasë përgjatë verës. Sipas Zegullaj, deri më tani nga të gjitha raportimet, rezulton se Pogradeci ka pasur një sezon të qetë, të suksesshëm dhe pa problematika të mëdha, të cilat do të cënonin sezonin dhe sigurinë e pushuesve. Kemi konstatuar në fakt një sezon turistik të suksesshëm, pa problematika me rëndësi strategjike, problematika të vogla operacionale. Ka raportuar Drejtoria Vendore e Policisë Korç, të cilët janë përgjegjës për sigurinë dhe rendin publik. Fati mirë është që nuk kemi pasur raste të rënda kriminale në gjithë Brekliçenin. Incidentet vogla, po që kanë gjetur zgjidhje të menjëhershme. Patjetër fokusi ynë, siç ju e dini edhe nga vizita e zëvendësministrit, është që Moli Pogradecit të ketë një infrastrukturë që të jap zhvillim turizmit në këtë liçen, të ketë infrastrukturë, të ketë shërbime policore dhe të ketë një sistem ku mjetet lundruese të lëvizin lirshëm për t'i dhënë jetë dhe për ta bërë paketën e këtij sezoni turistik sa më të plotë dhe sa më të integruar. Në këtë inspektim, Zegullaj ka marrë shpjegime mbi sigurinë dhe rendin, zhurmat e lokaleve, punën e policisë kufitare për mjetet ujore, deri edhe tek siguria ushqimore dhe cilësia e ujit, parametrat e të cilave kanë qenë brenda normave të kërkuara. Inspektori AKU ka theksuar se nuk ka pasur probleme deri në këto momente, por deri në fund të gusht ai ka cilësuar se do të ketë kontrolle ndaj objekteve që shihen që mund të cënojnë sigurinë ushqimore. Sa vjen dhe po punojmë më shumë dhe në fund të sezonit, besoj dhe në fund të gushtit, do preken të gjitha objektet që mund të cënojnë sigurinë ushqimore. Deri më sot nuk kemi pasur problematika të mëdha. Janë marrë disa masa paralajmërim, disa probleme të vogla. Inspektimi ka përditë, sidomos në zonat turistike. Dhe mund të ketë 3 deri në 6 inspektime në ditë. Policia e shtetit ka bërë të ditur që gjatë kësaj kohe nuk ka pasur probleme me rendin dhe orari për zbatimin e lejimit të muzikës nuk është kelur. Ana jon monitorojnë gjitha subjektet që gjenerojnë shurë me aparatet natës, ku dhe në zbatim të udhëzimit të ri që ka dalë udhëzimi të përbashkët numër 4 datë 21/7/2026, ku ka ndryshuar niveli kufi i shurmave që nga ora 10 në mëngjes deri në orën 20 lejohet deri në 65 decibel dhe nga ora 20 deri në orën 24 sa zbatohet kjo në praktikë? Lejohet deri në 45 decibel. Nga kontrollet tuaja. Nga kontrollet ne nuk kemi vërejtur raste të kalimit të shurmave. Gjithashtu në orën 24 mbyllen muzikat dhe nuk ka muzika. Që për gjatë këtij sezoni turistik nuk kemi pasur ngjarje kriminale të evidentuara. Pra në garantim në kuadër të rendit dhe sigurisë publike, ky sezon ka qenë i qetë dhe pa problematika. Ndërkohë gjatë shëtitores janë 4 çezma ku uji është i pishëm dhe mund të konsumohet. Gjithashtu janë ndalur edhe tek cilësia e ujrave të liçenit, të cilat janë brenda parametrave të ujrave sipërfaqësor. Doja të theksoja që këtu gjatë shëtitores ne kemi 4 çezma ose si thua burimet vogla në cilët shumë njerëz mund të konsumojnë ujin dhe i siguroj të gjithë qytetarët që uji këtu në këto çezma është një ujë i pishëm. Ne kemi analizuar për gjatë gjithë sezonit dhe kështu që mund ta konsumojnë lehtësisht nëpër të 4 çezmat për gjatë gjithë shëtitores. Dua të konfirmoj të gjithë qytetarëve përsëri që ujërat e liçenit janë brenda parametrave të ujrave sipërfaqësor. Ne kemi analizuar deri në 3 herë në muaj në të gjitha pikat në 0, 50, 100 dhe 200 metra thellësi dhe uji i liçenit është brenda të gjitha parametrave të ujrave sipërfaqësor. Ndryshe nga vitet e kaluara, gushti këtij viti ka sjellë një trefishim të fluksit të pushuesve në qytetin liçenor, ndaj edhe institucionet po qëndrojnë çdo ditë në gatishmëri për të siguruar mbarvajtjen e sezonit, ndërkohë që edhe Agjencia e Blegdetit çdo 2 javë zhvillon kontrolle për zbatimin e lejeve për stacionet e plazheve.